Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Përshëndetje për të gjithë. Një porosi për të gjithë ata që thonë jemi patriota. Është mirë të jesh patriot, ta duash vendin tënd, të luftosh për vendin tënd, të jepësh më të shtrajtën për vendin tënd jetën. Por sot 2025 duash të jesh patriot prap për vendin tënd. Si të jesh sot në 2025 patriot? Që ta respektosh vendin tënd, mos parko vend pa vend, mos e bloko rrugën e qarkullimit, mos quaj borllogje në tokë, mos parko në zebra, jepi të drejtave kalimtarëve, mos bërtit me kerrin tënd duke të rishtuar kalimtarët në rrugë, mos vozit shpejta, respektoj rregullat e komunikacionit, respektoj parkinget ku ndalesh. Patriotizmi dhe dashuria vendlindjes tënde tregon në këtë mënyrë. E sot, gjithë gërbeqarët, shumica ndalohen në rrugë qarkullimit dhe e injoron vendin e vet, e nënçmon vendin e vet. Kalimtarët kalojnë me frikë nëpër zebra, nga shpejtësia e tyre. Kalimtarit trenvet nga gazi që japin forcë kerrit dhe bërtet kerri ashtu aq shumë sa dhe që fëmijët trishtohen. Vozesin shpejta, andaj, a thu vallë, këtë e bën ti në Zvicër, apo në Gjermani, apo në Austri, apo në Francë? Pse e bën në vendlindjen tënde? Pse e nënçmon vendlindjen tënde? Andaj kujdes, respektoje vendin, bëhu patriot i drejtësisë. Nëse ke qenë patriot në kohën e luftës, atëre edukoj fëmijët e tu që ta dojnë vendin ku vinin në pushime, të respektojnë rregullat e qytetarëve. Unë ju përshëndes të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.